Dhe që ka problematik, mund ketë problematik edhe me buxhetin. Gjitha me buxhetin e shtetit, kryesisht patjetër për vitin e ardhshëm, janar-mars. Po shif, është periudha kur zakonisht në fund të vitit mbati debat jashtë, një debat rreth buxhetit që është, mund të them, arteria kryesore jo vetëm pushtetit qendror, por edhe pushtetit lokal. Dhe mendoj projektet e tilla kapitale janë të rëndësishme dhe mund të hyjmë në një fazë të rrezikut që nuk mund të alokohen mjetët, sepse është një rregull ligjor atje që nuk lejon do si do pa një buxhet të miratuar, do të hyjmë në një fazë të ta quajmë kështu të një mini kollapsi i cili administrativ dhe jashtëzakonisht të rrezikshëm. Zoti Bilali, në fund unë duhet ju pyes, në 2-3 minuta që kemi në dispozicion, diçka në fakt, ju jeni diplomat dhe njihni mjaft mirë situatën mbi të gjitha edhe Ukrainën. Dhe për këtë do t'ju pyes, unë po shoh dhe po lexoj në fakt ato zhvillimet më të fundit. Ditën e djeshme Vladimir Putin para Moska, Rusia testoi një të quajtur për tyre një super raketë bërthamore dhe ndoshta është kjo lufta e raketave si një kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve të mundshme të Tomahawk. Dhe SBA-t kanë vendosur dhe sanksione për naftën ruse. Në ç'pik jemi, çfarë situate jemi dhe sa e mundshme apo kur mund të jetë e mundshme një marrëveshje të paktën në armë pushimi Rusi-Ukrainë? Pa në fjalorin militarist asaj se që Burosniku, ajo që është testuar, e cila thua që nuk ka kufizim, do thotë gjithë globin mund ta godas, ose hajtë ta quaj fjalorin, të them thojza ta shetis gjithë globin. Mendoj që Tomahawk ka dhe arsenalet e tilla më tepër janë presion për të sjellur më shpejt në tavolinë palët. Dhe në këtë rast mendoj që është një lloj presioni i shëndetshëm. Nuk e besoj që praktikisht do vi deri, sepse kundërshtari pastaj mund të përdor arsenalin që mund të rrezikojë sigurinë jo vetëm në Ukrainë dhe Evropë, por gjithë botën. Mendoj që është amerikanë kanë vënë sanksione, ndërsa rusët kanë dërguar këto 2 ditë një kartolinë me çokoladë. Në ç'kuptim? Është të dërguarin. I Putinit, është në Amerikë. Jo, patjetër, pse cilësuat kartolinë me çokoladë, prandaj thash, apo atë cilësuat? Po ata kanë bërë këtë gjest. Rusët kanë bërë një gjest, bili me një mbishkrim që tregon që ne nuk tërhiqëm dhe nuk jemi fort që mund të kërcëtohemi. Është interesant duket një mbishkrim me atë kartolinë, e vendosur me një çokoladë. Dhe kjo mendoj që tregon që komunikimi mes rusëve dhe amerikanëve që nga edhe më herët, mirë po nga mund thoma marrëveshja historike, takimi historik në Alaska, besoj që do jetë Stambolli apo Ankara do jetë vend takimi në një periudhë të afër. Ju them këtë nga se situata në Ukrainë kam 3 libra të rinj në territorin shqiptar, se 3 librat i kam për Ukrainën të botuara para një viti. Dhe mund të flas pak a shumë në aspektin profesional. E kuptoj. Dhe çka është duke ndodhur edhe në Ukrainë, sidomos në pjesën e asaj që njihet Kupianski dhe Pokrovski, që janë 2 pika që Donetsku mund të bie apo bazeni përgjithshëm i Donbasit. Dhe këtu është, mund të them, ajo aspekti që paralelja e Koresë në luftën mes 2 Koreve, që a do jem në front i ngrirë, apo do kemi dhe kjo është ajo problematika që besoj që mbrana një afati deri ka funi vitit do kemi një arritje të shumëpritshme, jo vetëm për ata që udhëheqin me shtetet, por edhe opinionin publik dhe gjithë qytetarët të Evropës dhe pse jo edhe të botës. E qartë. Zoti Bilali, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi, ju uroj ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim. Kënaqësia ishte edhe imja. Kaloni bukur.
Faleminderit edhe njerë, diskutojmë situatën në Kosovë në fakt, por edhe luftën në Rusi, Ukrainë dhe më se çfarë po ndodh në një farë mënyre gjatë momenteve të fundit. Mbritëm në fund edhe të programit Shtypi ditës dhe përmëngjesin e kësaj tëne, që ndonojnë me Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rezet Dielli, ju uroj shikim të këndshëm e më ruda kofshim së bashku.